Sot, kur jemi në prag të fesës së 17 shkurtit, ditës së pavarësisë së Kosovës, ditës për cilën luftuam shumë, ditës për cilën humbëm shumë, ditës për cilën luftuam e gjakat cilët u derdhen të djemve të vajzave të reja mbeten si arsyeja kryesore e asaj që ne jemi sot. Por sot nuk do të flasim vetëm për këtë. Sot do të flasim për mantelbardhet, profesionin e tyre që në ditë kur siguria ishte zero, në ditë kur kushtet ishin zero, në ditë kur çdo ditë humbej nga një jetë, ata vendosen që jetën e tyre ta rrezikojnë dhe të dalin ballë për ballë me rrezikun, që të shërojnë ushtarët tonë, që të shërojnë qytetarët tonë, që të shërojnë fëmijët e cilët ishin të posalindur, e të plagosur, e gratë të cilat po lindnin në kushte jo të zakonshme. Janë mjekët, janë infermierët, janë mamit, ato të cilët rrezikuan edhe jetën e tyre, duke lënë mbrapa vetes fëmijët, prindrit, familjet e tyre, duke i përshëndetur sikur ajo të ishte dita e fundit, kur dilnin në terren për të trajtuar gjithë ato raste që kishin nevojë për ta. Madje me kushtet minimale, me kushtet më të pakta të mundshme që mund t'i kishte një mjek, një infermier apo një mami. Gra që lindin në luftë, gra që lindin në kushte jo të zakonshme, qytetarë, ushtarë të cilët po jepnin momentet e fundit të jetës së tyre sepse po mungonin kushtet elementare të kujdesit për largimin e një plumi, e shumë sfida tjera, por që mantelbardhet nuk u dorëzuan. Sot do flasim pikërisht për ta. Në një emision ku do t'je dedikojmë për 2 orë radhazi vetëm mjekëve dhe atyre që kontribuan gjatë luftës. Sot, për të folur për këtë temë, në emision kam të ftuar doktor Agron Balaj, anesteziolog, doktor Valdet Hashani, mjek familjar, drejtor i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, doktor Florim Zejnullahu, oftalmolog, zonjën Fetije Huruglica, infermiere, dhe zonjën Sadie Lalloshi, mami, me cilët do të flasim për punën e tyre gjatë viteve të 99-ës, gjatë kohës së luftës, por jo vetëm edhe për sfida tjera të viteve të 90-ta.